حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاتم طحاوي رحمة الله عليه. والميراج حق. Dhe mirajë është hak dhe me thane vërtet. Wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi shakhsihi fil yaqadati ila as-sama. Pejgamberi alaihi salatu wassalam është marrë orën natën dhe është dërgu në Beitul Maqdis me trupin e tina duke qenë zgjut, pastaj në qiell, pastaj ku ka dashti madhi Allah, thumma ila haythu sha Allahu min al-ula, wa akramahu Allahu bima sha, dhe ka nderuar Allahu në miraj me çka ka dasht, wa auha ilayhi ma auha, dhe i ka shpall atina që ka dasht, ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, nuk ka rajt zemra tina të që ka pa. Fa sallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Flet Imam Tahawi rahmetullahi alaihi për Isran dhe për Mirajin, por më shumë për Mirajin. Isran e përmen kalimti. Dhe thot Miraji është ngritja e pejgamberit alayhi salatu wassalam lart në qiell. Me fjalorin e gjuhës ton i bjen më ngrit me shkallë. Por nuk e dim pysh janë ato. Dhe besim për neve të mshefta gaib, sikurse të mshefta tjera që i besojmë, por nuk mund të perceptojmë se si janë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është marrë natën përderisa ka qenë Mekë me trup edhe me shpirt. Themi me trup edhe me shpirt, sepse jo tanë ulemaja kanë pajtu që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bëj Isran dhe Mirajin me trup dhe me shpirt. Disa kanë thonë, Israja ka qenë me shpirtin e tij veç, por trupi i tij ka nejt atë ku është, shtrat, ku ka qenë. Këtë mendim e ka Aisha, radiallahu anha, po edhe Muaviju, prej sahabëve, po edhe Hasan Basriju dhe të tjerë. Këtë dallon prej mendimit tjetër se Isra dhe Miraj ka qenë përderisa pejgamberi ka qenë fijet. Dallon sepse me qenë fijet do të thotë më duk njeriut që ka pa diçka, ka përjetu diçka. E sel Allahu me laqen, dhe me laqen ja paraqet para tina, para shpirtit ti, gjëra të ndryshme, të cilat i shef në andër, e nuk ka nevoj shpirti me shkua në arsh, të arsh e Allahot lartë, qiellin e dynjase, qiellin e shtatën, mbi qiellin e shtatën, nuk ka nevoj. Me laqen ja paraqet për para, që është doni madhi Allah. Ndërsa më ngjit me shpirtin e tij, do të thotë shpirti me shku krejt këtë distancë, por trupi me mit. Ka dallim. Pastaj, gjithashtu kanë diskutuar se Isra a ka qenë një herë, apo dy herë, apo tri herë. Edhe kur ka qenë.
Disa kanë thonë ka qenë njëherë para hijretit, e njëherë pas hijretit. Disa kanë thonë ka qenë njëherë me trup dhe me shpirt, e njëherë veç me shpirt. Mirë po, ajo që ka është hak dhe vërtet, inshallah, se ajo Isra ka ndodhë vetëm njëherë, gjatë jetës e tij, përderisa pejgamberi ka qenë mik. Mas është bo pejgamber, por para hijretit, parafërsisht një vetë, që është edhe njohur në histori edhe të pjesa absolute dietarëve, të shëtsek edhe Imam Ibn Abdul Barr rahmetullahi alejhi. Po dhe nga ana logjike është e pakapshme me ndodhë Isra ma shumë se një herë. Siç thot Imam Ibn Qayyim, se në Isra Allahu I foli, Allahu I dha farze, obligime, në krye tyre edhe namazin. 50 e zbritin 5. Nuk është logjike, sa herë që është ngrit pejgamberi I lartë, nëse është ngrit ma shumë se një herë, të jetë bë farz namazin. Namazin njerë bëhet farz, nuk ka nevojë më bë 2 herë, 3 herë farz. Dhe nuk është logjike pejgamberit këtë kërkuar nga Allahu lehtësim, shkurtim të namazet sa herë që ngjitë në qiell lart. E kundërshton e para të dytën. Për atë arsye dhe logjikisht, po edhe fetarisht, Isra ka ndodhur një herë në jetën e tij sallallahu alaihi wasallam me trup dhe me shpirt. Dhe për hadithet e Isras, për ngjarjes së kësaj, për tregimit të kësaj ngjarje të madhe, është se pejgamberi alayhi salatu wassalam duke qenë zgjut. Sa në realitet ka qenë fjet, e ka zgju me laçja, ka thonë çu, ec, se I kemë punë, kemi me shku e larg. Me laçja Gjibrail alayhi salam, prej xhamisë së Shaj Qabës së bekuar, deri në Mesjidul Aqsa, hypon në Borak, e që është shtazë e gjenetit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e lidhe Borakun për një vegë të Mesjidul Aqsas, dhe në gjithë pastaj shkallëve lartë, që tham shkallët, nuk I dim se si janë besin të mshefta deri në qiellin e dynjas. Njëjtën natë. Dhe në qiellin e dynjas o kërkue, o troket dera o kërku mu hap dera e qiellit të dynjas, kërkoi Gjibrail alayhi salam dhe ajo hap për pejgamberin dhe për shoqëruesin e tij Gjibrailin. Me laçet e mirëpritën pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe në qiellin e dynjas, pastaj e pa Ademin alayhi salam. I dha selam dhe e urdhëroi Ademin mirë se ardhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja pajtoi, ja pëlqeu apo e pranoi profetësinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj në qiellin e dytë u ngritën lart edhe lëpën më hapë edhe dyrt e qiellit dytë, sepse çdo qiell I ka dyrt e veta. Dhe atje pa alayhi salatu wassalam Yahyan dhe Yahyan, birën e Zekrias, edhe Isa alayhi assalam, I dha selam aty në dyve, ja kthyn selamin të dët, I shprehen mirëseardhje pejgamberit alayhi salam dhe pajton profetësinë e pejgamberit. E pranon. Pastaj në qiellin e tretë dhe takoi Jusufin dhe të njëjtën gjë dha selam këtu me radhë. Dhe në qiellin e katërt Idrisin alayhi salam, dhe qiellin e pestë Harunin, të gjashtën Musaun dhe të shtatën Ibrahimin alayhi salam. Por kur ata takoi Musa në qiellin e gjashtë, dhe a kthej shpinën Musës dhe filloi me vazhdu rrugën për pjetë lartë, Musa nisi me kajt. Dhe ju tha Musaut, pse po kanë?
Tha po kaj sepse pas me është dërguar një voglosh, një djalosh, hyn në xhenet prej metit ti, apo hyn në xhenet prej metit ti, më shumë se sa që kanë me hy prej metit ti. Kjo është dëshmi prej Musa alayhi salam për vlerën e madhe që ka ky ummet, më të madhe sa ummeti Musaut, dhe nuk ka dyshim se ky ummet është më i mirë se sa ummeti Musaut, dhe se kanë me hinë xhenet më shumë se sa për ummetit të Musaut. Pastaj qiell është ata ka Ibrahimin alayhi salam. Pastaj ka shku deri në Sidratul Muntaha. Është gjëja e fundit. Pastaj i është paraqitur Beitul Mamur, pejgamberit alayhi salatu wassalam. Beitul Mamur është kibla, qabja, kibla me laçeve në qiell, është sigur se qabja në tokë. Pastaj është ofruar afër të madhe të Allah. Dhe zëtën, krejt urtësia e Mirajit nuk është me i pa këto me laçe, këta, po edhe me laçe po për këta pejgamber, edhe me pa gjana tjera që ka pa gjatë rrugës, Allah lemërësia është, qëllimi është me shkuat e i madhe i Allah, të bareke o ta'ala. Dhe më afro afër Zotit. Sa që ka qenë shumë afër të madhe të Allah. Dhe Allahu i shpalli që ka deshti me i shpalli. I obligoj 50 kohë namaz. E pastaj, kër erdhe të Musaut duke ardhur të poshtë, Musa alayhi salam i tha, me çka e obligu? Me 50 kohë namaz. Tha ummetit nuk mundet me i kry, shka dhe lehtësim, dhe shkaj pejgamberi këtyre Gjibrailin që ka pëthati, tha mire ka, kthehom nalt, e lipëm lehtësim të Zoti, dhe Allah ja lehtësaj, ja shkurtoj prej 50-ve, në 5. Musa alayhis salam i tha pejgamberit lip hala. Lehtësi më shumë se sa 5. Por pejgamberi tha, unë vjen marrë mu. Nuk mundem, pa kam frikë, për të proj, atëherë unë dëgju një za 5 me numër e 50 me sevap. Kjo është pika shkurtra një pjesë e hadithit. Anëpse hadith është më shumë sa një transmetim rreth çështjes së Isras dhe të Mirajit. Ne kemi cekë edhe më herët kur kemi folur për të pamurit e Allahut, se sahabët kanë diskutuar mes veti se e ka pa pejgamberi Allahun apo nuk e ka pa në këtë kohë. Dhe kemi thënë se vërteta është se nuk e ka pa me sytë e tij, sepse Allahu nuk shifet me sytë e krijesës në këtë botë, nuk ka mundësi, por e ka pa me zemër pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ndërsa ata që ka është në surët An-Najm, ma kadhaba al-fuadu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Këto ajetet kanë për qëllim pejgamberi ka pa Gjibrailin alayhi salam në formën e tij të vërtetë. Që ka pa vetëm edhe një herë më herët, kur i ka ardhur shpallja, në fillim krejt atje, edhe të kur ka shkuar në Miraj, dhe këtu 2 herë e ka pa pejgamberi Gjibrailin në formën e plot që ka kriju i madhi Allah te bareke o ta'ala. Për argumentet të cilat dëshmojnë se pejgamberi ka qenë me trup edhe me shpirt. Në Isra dhe Miraj,
është edhe fillimi i surës Al-Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. I lartësuar është Zoti i cili natën e qejti robën e tina prej Qabës në Mesjidul Aqsa. E Rabb ka për qëllim trupi dhe shpirti. Nuk quhet njeriu Rabb pa pas trupin edhe shpirtin. Ashtu që edhe nga ana logjike nuk ka nevojë me u lodh shumë e me thonë si është e mundur që njeriu me trup dhe me shpirt të ngritet në qiell lart. Po mirë, si është e mundur që me laçja me trup dhe me shpirt të zbres poshtë. Nëse është e mundur me laçja të zbret poshtë, edhe të për ditë, edhe të me dhjetra, me qindra, me miliona me laçe, pse nuk është e mundur një njeri, një herë gjatë jetës njerëzimit, të ngritet lart me trup dhe me shpirt. Pse s'është e mundur? Pa të e bën Zotë dhe këtë e bën Allahu të bareke wa ta'ala. Ajo është me ndihmën e Zotit edhe kjo është me ndihmën e të madhët Allah. Madhët Allah azza wa jall. Pse Allah e dërgoi pejgamberin një herë në Mesjidul Aqsa e pastaj e dërgoi në e ngriti lart mbi qiellin e shtatë. Qëllimi thash nuk ka qenë me shku në Mesjidul Aqsa e as me i patë që ka pa, për qëllimi Allahu alem kryesor më i madh ka qenë Allah me ftu pejgamberin më sa për të vetin. Dhe me ngrit në një shkallë që nuk është ngrit asnjë krijesë e tina pe që është kriju. Me ngrit nalt ku edhe meriton me qenë më i lartë. Po pse atëherë me shku kështu e me shku përpjet në mënyrë horizontale e pastaj vertikale e mos me shku në mënyrë vertikale drejt prej Mekës drejt më ngjit në qiellin e parë, dytë, pestë, gjashtë, shtatë kështu me radhë. Allah alem kanë thënë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ditën e nesërme kur ju tregoi popullit vet se un kam qenë në Mesjidul Aqsa, ju pas thonë un kam qenë në qiell dhe kam pa, ata kështu edhe ashtu nuk i besuan. Por kur ja përshkroi Mesjidul Aqsan, ata mujtën me vërtetu, me thonë po se ne kemi pa, e dim, ndërsa ata nuk e dishin që është qielli i parë, i dytë, i tretë dhe kështu me radhë. E për me i bind ata, gjithsesi për me i sfidu, me kaset, Allah e qej në Mesjidul Aqsa, që këta këshin qenë më herët për punë tregtish, edhe ka këshin kalu për tregti, kishin qëndrua atë, edhe njefshin mirë xhamin që duket e si duket, e qejnë herë atë, e pastaj pe atyt e ngriti lart. Në mënyrë që kur t'ja përshkruan pastaj pejgamberit, që kanë thënë nëse ke qenë, haj përshkruana, filloi m'ja përshkru kapak, dal nga dal, ata mbeten se nuk mëshin me thonë nuk ka qashtu. Por Allah alem, është edhe urtësia tjetër që kanë cekë disa dietar se në Mesjidul Aqsa pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka fal 2 recate me krejt pejgamberët të Zotit me shpirtat e tyre. Dhe ky imam e ata xhamat, imami është pres. Dhe ata tan kanë pranuar me fal mas tij. Çka do thotë se është i pari pejgamber. I pari fjala është për nga pozita. Është i pari. Është zotëri tonë. Dhe është më i madh. Po edhe diçka tjetër mund të jetë gjithashtu urtësi. Se Mesjidul Aqsa është toka e pejgamberëve. Ai është toka e pejgamberëve. Ku mas shumë të në dynjat, ka pas atë pejgamber. Për atë arsye i madhe Allah po don me ndërua edhe këtë pejgamber, që ka ndërua me 10 ramira pejgamber tjerë, dhe ka dërguar në atë vend,
me dërgua dhe robin e tij të dashur. Në vend bekum, e pra aty të pastaj, me ngrit lartë. Dhe pse mos t'jenë tëna këto arsye bashkë, po ndoshta edhe tjera, që i madhi Allah dërgoi pejgamberin në Mesjidul Aqsa, sepse tregimi i Mesjidul Aqsa është shumë i shkurt. Hadithi i Isras është shumë i shkurt, i Mirajit është më i gjatë. Se nuk ka qenë qëllimi për një Isra. Isra do më thonë Mesjidul Aqsa, i Miraj me shku nalt. Qëllimi ka qenë nalt me shku. Kjo rrugë është e shpejtë. Por megjithatë ka rëndësinë e vet, nuk diskutohet se do të jetë. Imam Tahaviu don me cek këtë temë, këtë pjesë të historisë pejgamberit në çështjen e akides për me tregu se me vërtetu se Allahu i madhruar është nalt dhe se Allahu i madhruar flet. Se Allahu i foli pejgamberit, e shpalli, përkundër me kundërshtuar të fraksionet që thënë se Allahu nuk flet ose krijon fjalim dikun që atjet, ose kështu me radhë që kemi thënë më herët. Dhe se që është shumë e qartë hadithi, është shumë i qartë se Allahu është lart. Përndryshe, nëse pas qenë Allahu lart, nuk e kishte ftuar Allahu pejgamberin e tij me shku mbi qiell në shtat për ishin taku të çapja aty. Në vene ma të shajt në tokë, pse me shku në qiell lartë? Por, përderisa Zoti e murë robën e vete që i lartë, kjo është shumë e qartë të çdo njeri, i cili kupton hadithin dhe sipërfaqësisht. Është argument se Allahu i madhruar është mbi qiellin e shtatë lartë atje. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dhe pastaj vazhdojmë inshallah nesër ndoshta Allahu me haudin atë bazenin e madh që Allahu e ka ndëruar te pejgamberin alayhi salatu wassalam, për me dhënë ummetit tina me pi ujë prej tij. Allahu na mundsoft me pi ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. الله أكبر فوق كيد